Për një gjë vjen keq që ngritë sot, e the duhet falenderuar gjithë shqiptaria që ndjek, sepse ne po mos kishim shqiptari në zemër, këtu, brenda. Me sa duke ke ndjekur pak dilni. Tani kjo është pyetja apo? Ky është një konstatim. E kam ndjekur më shumë se ç'më mendon. Le, mos u debat me mua. Ne jemi duke folur këtu. Mos u debat me mua. Po. Se unë jam konkurrent i sjell. S'ka rëndësi kjo pjesë. Ka rëndësi. Unë votoj. Në këtë rast jam edhe unë. Unë votoj, nuk votoj ashtu. Okej. Pra, po duhet të themi të vërtetën. Nëse po pra e vërteta është që ne këtu dash me këngë patriotike, dash duke kujtuar data historike, madje unë jam akuzuar që bëj histori këtu dhe nuk bëj loj. Kështu që kur preket kjo çështje ti e di që unë edhe do doja të bëja pyetjen, unë ndjeve mirë që na kritikove që s'kemi falenderuar shqiptarin? Jo, fola këtu, desh falenderuar, sepse jemi në kuadrin e një pjese ku duhet përgjigjeshit pyetjeve tona. Po të pyes, unë ndjeve mirë. Do të përgjigjem. Në momentin që duhet përgjigjeshit këtu, duhet ta përfshini tek këtë pjesë. Apo jo? Se nuk është e logjikshme të thuash që unë i kam falenderuar pardje dhe nuk ka rëndësi s'po i falenderoj sot. Ne jemi sot këtu, duke folur këtu për diçka që po ndodh apo jo. Kështu që mos hyn debat, sepse ti e di që kam drejt. Komisaria e Kosova, po që ka një jonë të madhe që ndodh në këtë shtëpi. Mesazh si të gjithë ne. Dole këtu para dhe the nuk falenderuat shqiptarin. E kupton? Nuk ishte që ju nuk konstatojnë një defekt e juve. Rozana, ti e di që jam. Ti e di më mirë se çdo gazetar shqiptar, me përjashtim të Artur Zhejt, se çfarë kam hequr unë. Ti e di. Pra, të riunat